Ndëron jetë kriminali që ndihmoi në frymëzimin e teorisë së sindromës së Stockholmit. Një nga dy kriminalët e përfshirë në rrëmbimin që i dha botës termin sindroma e Stockholmit ka ndruar jetë në moshën 78 vjeç, lajmëshbëri ditur nga familjarët e tij. Clark Olofsson, i cili u bë i famshëm globalisht në vitin 1973, pas një rrëmbimi dhe grabitje banke në qytetin suedez, vdiq pas një sëmundje të gjatë, ka thënë familja e tij për mediumin online Dagens ETC. Gjatë një rrethimi 6 ditor, pengjet e Olofsson filluan të simpatizonin atë dhe bashkëpunëtorin e tij, duke i mbrojtur veprimet e tyre ndërkohë që u bën më armiqësor ndaj policisë jashtë. Incidenti ja jep emrin një gjendje psikologjike të teorizuar, ku viktimat e rrëmbyera krijojnë dashuri për rrëmbyesit e tyre, që atëherë ekspertët kanë debatuar nëse sindroma e Stockholmit është një gjendje vërtet psikiatrike, me disa që argumentojnë se është një mekanizëm mbrojtës për të përballur me situata traumatike. Termi u shpik pas rrethimit nga kriminologu dhe psikiatri suedez Nils Beirot për të shpjeguar dashurinë në dukje të paarsyeshme që disa robër ndjenin për ata që i merrnin peng. Olofsson ishte një shkelës i përsëritur i ligjit dhe e kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij në burg. Ai u lirua për herë të fundit në vitin 2018, pasi vuajti dënimin për një vepër penale që lidhej me drogën në Belgjik.